Dhimbja është një bashkëudhëtar i jonë në jetë dhe është një mësues shumë i mirë për ne, në mënyrë jo metaforike. Duket sikur ka një gjë paradoksale në këtë mes. Bota asnjëherë s'ka qenë me shumë komoditete, dhe nga ana tjetër vjen re ankesa të shumta. A e krijon dhe mirëmban shoqëria qëllimisht këtë boshllëk të brendshëm në mënyrë që individi të mbetet gjithnjë në kërkim të diçkaje që i mungon? Është një lloj komercializimi i emocioneve. Ne vazhdimisht na ofrohen gjërat të cilat do na bëjnë të lumtur, të gëzuar, të shëndetshëm. Një lloj pamjoftueshmërie komercializohet në të njëjtën kohë me objektin që do na bëjnë ne ndjehemi të mjaftueshëm. Pritshmëritë sociale, qoftë edhe ato familjare, janë që ne të jemi mirë gjatë gjithë kohës, dhe kur vjet re një lot apo një fytyrë e trishtuar, kjo mund të krijojë reagime që ushtrojnë një lloj presioni mbi ne. Ç'është kjo qartë se ne jemi mërzitur, i ke gjitha të mirat, do ishte shumë keq për profesionin tim nëse nuk do kisha ndjeshmëri. Por ka raste të cilat me vërtet fillimisht të bëjnë të mendosh që çfarë drejti dua unë këtu dhe pse unë duhet ta kem këtë profesion mazokist.